Diçka që po ndodh në heshtje, nëpërmjet telefonave, nëpërmjet dhomave të mbyllura, nëpërmjet rrjeteve sociale, e ku gjithçka duket perfekte, por në fakt e vërteta është tjetër kund. Një e më shumë të rinj, djen të zbrasur, të lëkundur, të palidhur me askënd. E disa prej tyre arrin në pikën ku thon a ja vlen të jem më këtu? E kjo në fakt është një thirrje që nuk duhet neglizhuar. Fakt pse ndodh kjo? Janë telefonat, shokët, shkolla, prindrit, rrjetet sociale, apo një përzierje e të gjithave? Po është presioni të qenurit mirë, të dukesh fitues, kur në fakt je duke u coptuar nga brenda. Prindrit thonin kur ishim ne i duronim këto gjërat, por sot adoleshentët janë duke jetuar në një botë ku krahasimi nuk ka të ndalur kurrë. Çdo gabim mund të bëhet publik dhe çdo refuzim duket si fundi i botës. Mbi të gjitha kur askush nuk ka kohë të dëgjojë me vërtetësi. Ndoshta ka ardhur vërtet koha që ne adoleshentët mos t'i pyesim si po shkon shkolla, por t'i pyesim si je në të vërtetë dhe që dramat e tyre le t'i dëgjojmë. Mos presim që fëmijët të jenë të dëgjueshëm, por duhet të jemi sa më të durueshëm me ta, sa më njerëzor dhe sigurisht mos të presim të jenë si duhet, sepse në një moment apo në një tjetër secili prej nesh është ndjer i pavlerë, i padukur, pyetur. Ka që kemi pasur nevojë në fakt ka qenë një dorë pa na gjykuar për të na ndihmuar që të ngrihemi. Po e dëgjon këtë, ti nuk je vetëm, ti nuk ke gabim, ti ke thjesht nevojë për një zë që të dëgjoj dhe të mbrojë. Dhe kjo nuk është fare jo normale.